Kurse njerëz të mençur kanë thonë janë ata të cilët ajo është do thotë shpëtim, ajo është sukses, ajo është arritja e tij kulmore do thotë e krejt angazhimet të jetës së kësaj bote. Prandaj edhe kanë thonë shpëtim disa prej dietarëve kanë thonë se ka dallim mes qenurit inteligjent dhe qenurit i mençur. Edhe pse këto dy terme do thotë kanë ngjashmëri të madhe mes tyre. Mirë po kanë thonën ato në destinacione kanë do thotë përfundime të ndryshme. Rrugë ndryshme, Përfundimet i kanë të ndryshme do thotë. Edhe pse të dyja se pa qenë i mençur nuk mundet mu quajë dikush inteligjent edhe anasjelltas. Mirë po kanë thonë njeri inteligjent është ai i cili tër energjinë e tij mendore, fizike, tër kohën e tij ja kushton arritjes së sukseseve në jetën e kësaj bote. Ka prej tyre thotë që krejt jetën e tyre harxojnë për të arritur famën, disa karrierën, disa në shkencë, disa në pasuni e kështu me radhë. Këtë bëhet me një fjalë. Mirë po nuk lanë për vete diçka prej hiseve që ju gjendet nesër tek Zoti i Madhërisëm. Kurse njerëz të mençur kanë thonë janë ata të cilët i synojnë këto sikur të parët sukseset në jetën e kësaj bote. Zoti na ka urdhëruar neve me qenë të suksesshëm, me i synu ahiret, me i synu sukseset, me i synu do thotë arritjet, me i synu ato begatit e kështu me radhë. Mirë po besimtari i mirë është ai i cili krahas angazhimeve të jetës së kësaj bote nuk e lën anash adhurimin e tij, bindjen ndaj Zotit, veprën e mirë, bamirësinë për të tjerët e kështu me radhë, sepse e din se sado që të arrijë në jetën e kësaj bote, kjo botë është e përkohshme. Sado që të arrish prej sukseseve, një ditë do thotë ke mundo prej tyne. Sado që të arrish prej pasurisë, ajo do thotë një ditë ka përqenë e përkohshme. Kurse ajo çka është tek Zoti te bareke ve teala është e përjetshme. Andaj edhe është interesante që në Kur'anin famëlar shpëtimi përmendet vetëm një herë në Kur'an. Vetëm një herë përmendet dhe atë do thotë lidhet me hyrjen e besimtarit në xhennet. Ajo është do thotë shpëtim, ajo është sukses, ajo është arritja e tij kulmore do thotë e krejt angazhimet të jetës së kësaj bote. Shpëtimi i vërtet. Ajo është shpëtimi do thotë i vërtet edhe ai suksesi i një mend. Prandaj ne si besimtar ne jemi të udhëprirur, të udhëhequr do thotë prej asaj anës tonë fisnike që të jemi në këtë botë të suksesshëm, të ndërtojmë shoqëni të shëndosh, të kemi do thotë kulturë të mirë, të kemi të ruajmë etikën, moralin, traditën tonë, të kemi profesionalizëm në punë. Mirë po çdo herë duke mos e harru do thotë ahiretin, çdo herë duke mos e lënë anash atë synimin tonë madhor. Sepse nëse njeriu i bëhet pengesë hapërimi i tij mes tij dhe Allahut, i bëhet dynjaja, puna, karriera, çfarë do të qohet prej lamive të jetës së kësaj bote, ato atëherë për te bëhen mos provë. Nuk janë më në atë kuadrin e sukseseve të tija.